Berisha duhet të tërhiqet nga Partia Demokratike. Rudin Hajdari, ai është e shkuara. Rudin Hajdari është një nga zërat e parë mes demokratëve që kërkoi haptazi ndërheqjen e Sali Berishës nga drejtimi i Partisë Demokratike pas rezultatit zhgënjyes në zgjedhjet e 11 majit. Kemi një parti të tkurur, nuk shoh një të ardhme. Sa kohë që Berisha tjetë në krye të Partisë Demokratike do të ketë vetëm një të shkuar dhe jo një të ardhme. Me dorëheqjen e Berishës do të ketë zhvillime të tjera. Flasim për një parti që është kthyer në një parti që është rreth individit dhe jo rreth ideve. Berisha rreth vetes ka njerëz që i binden dhe e dëgjojnë, tha Hajdari, teksa e cilsoi Berishën si të shkuarën që mbarreth vetes njerëz të bindur. Ish deputetja, Hajdari tha se zgjedhjet e 11 majit ishin një hap pas dhe akuzoi kryeministrin Rama se mund të bëjë çdo gjë për të mbajtur pushtetin. 11 maj tregoi që demokracia në vend nuk funksionon. Është për të ardhur keq. Edhe sot kemi mbetje të komunizmit dhe nuk po i përmbysim dot. Edhe sot, liderët politik kanë ngjashmëri me ata që luftuan fort që t'i hiqnin. Rama përdor të gjitha mënyrat e mundshme për të qëndruar në pushtet. Sistemi duhet ndryshuar dhe Partia Demokratike duhet të kishte bërë një përpjekje më të madhe për ta ndryshuar atë. Sistemi elektoral është gjegjeza e të gjitha gjërave. Është e paprecedente se si Rama forcohet nga mandati në mandat. To zgjedhje ishin regres. Bandat bashkëpunuan me pushtetin. PD duhet të kishte një program të konsoliduar kundër krimit të organizuar dhe duhet të shfaqte probleme që do të hasnin gjatë zgjedhjeve.